Pa mënyrë sot starton zyrtarisht edicioni I ri futbollistik, sepse skuadrat do të njihen me kundërshtarët që do të kenë në fushën e lojës për gjatë gjithë sezonit. Bashkë me mua sot do të jetë dhe një prej figurave më të mëdha të futbollit shqiptar, Altin Lala, përshëndetje të cilit na shoqëroi në të treja ndeshjet e kampionatit evropian që sapo u mbyll. Mirë se erdhe në shtëpinë e futbollit Altin. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhe edhe një herë. Në fakt, ish kapiteni kombëtarës, ish kapiteni Hanoverit, 79 ndeshje me kombëtarën shqiptare, 3 gola shënuar, me që jemi tek shifrat. Shifrat janë të rëndësishme në futboll, apo Altin? Patjetër, shifrat tregojnë, po themi, ecurinë ose rendimentin që ke dhënë fush, po ngelen prapë shifra. Materiali që ju propozoj në vim kanë të bëjë pikërisht me shifrat, ju ftoj të ndiqni insertin. Faleminderit dhe tani ftojmë të na bashkohet këtu shefi I departamentit garëve, Marius Sulemani, për të nisur procedurën e shortit. Mirë se erdhe Marius. Përshëndetje Fation, përshëndetje Altin, përshëndetje të gjithëve. Sot do të hedhim shortin për kategorisë superiore për sezonin futbollistik 2024-2025. Skema e kampionatit është e tillë që pas 36 javëve, 4 ekipet e renditur më mirë në klasifikim do të marrin pjesë në Final Four për të përcaktuar ekipin kampion dhe ekipet e tjera që të marrin pjesë në komisionet e UEFA sipas rregullores së aktivitetit. Për procedurë dhe këtë sezon, Tirana dhe Partizani do të përdorin stadiumin Air Albania në ndeshje të rëndësishme dhe për këtë është caktuar numri 1 dhe numri 6 që nuk ka përplasje në çdo javë. Ndërsa në fazën e dytë kemi Elbasani dhe Dinamo City. Dinamo City këtë sezon do të zhvillojë gjitha ndeshjet në stadiumin Elbasan Arena. Dhe për këtë mos kemi përplasje është caktuar numri 4 dhe numri 9. Ndërsa në fazën e tretë janë 6 sferat e tjera që do të rriqen sipas renditjes së kampionatit të sezonit të kaluar. Lutem Fation, tërheqim sferën për ekipin e Partizanit. Atëherë numri 1. Për procedurë, sferën për ekipin e Tiranës. Numri 6. Lutem Martin, të tërheqim sferën për ekipin e Dinamo City. Numri 4. Dinamo City, numri 4. Tërheqim për procedurë përsëri për ekipin e Elbasanit, që kemi sa më transparent. Numri 6 I vjen? Numri 9. Apo 9. Sepse numri 6 do të pak më parë. Numri 9. Sipas renditjes së sezonit që sapo mbyll, të tërheqim sferën Altin, të lutem për ekipin e Ignatiës. Ignatia, numri? Numri 7. Tërheqim për ekipin e Skënderbeu. Skënderbeu. Numri 2. Tërheqim për ekipin e Vllaznisë. Vllaznia, numri? Numri 10. Tërheqim për ekipin e Teutës. Numri 3. Tërheqim për ekipin e Laçit. Numri 5. Dhe në fund për ekipin e Bylisit. Numri 8. Për java parë e kampionatit,
Partizani Vllaznia, Skënderbeu Elbasani, Teuta Bylis, Dinamo Egnatia dhe Laçi Tirana. Sukses ekipeve. Të dhe një vlerësim nga Altini, si duket Shorti, si e parashikon këtë sezon të ri? Shorti, faktikisht do të lush në çdo skuadër, kështu që duket Shorti interesant. Shpresoj që skuadrat kanë bërë markato të mirë dhe po themi të jemi në një farë niveli të barabartë dhe kemi një sezon si sezoni që kaloi. Sezon interesant. Pavarësisht se Ignatia ishte faktikisht ekipi që spikati më shumë, kurse skuadrat e tjera ishin të baraspeshruara, kështu që shpresoj që këtë vit t'ja bëjnë Ignates edhe më të vështirë, ndoshta. Faleminderit Altin. Atëherë këtu mbyllet edhe Shorti kategori superiore, ndërkohë që në ora 13 ne do të nisim edhe ceremoninë e hedhjes Shortit kategorisë parë për sezonin e ri. Po, Faleminderit shumë për vëmendjen. Gjithë mirë.